Ja gjërat që nuk duhet të bëni kur pasi të hani bukë. Rregullat kanë të bëjnë me atë çka nuk duhet të bëni menjëherë pasi keni konsumuar vaktin tuaj të ushqimit. Sipas ekspertëve, këto janë gjëra që nuk duhet t'i bëni asesi pasi keni ngrënë. Mos e lironi ripin e pantallonave sepse mund të vijë deri te bllokimi i zorëve gjatë tretjes. Pra që të mbani tretjen tuaj konstante dhe të mos vuani nga këto shqetësime, mos e bëni këtë veprim. Mos pini menjëherë cigare mbas ushqimit. Është konstatuar se pirja e cigares pas ushqimit mund të ndikojë në gjendjen e njerëzve dhe të ndikojë negativisht në shëndetin e tyre. Ekspertët thonë gjithashtu se mos hani fruta menjëherë pas ushqimit, në të kundërt stomaku do të mbushet me shumë ajër. Mos pini çaj menjëherë pas ushqimit, sepse ky çaj do të rrisë edhe fortësinë e ushqimeve në stomak dhe mund të krijojë gjithashtu çrregullime me tretjen. Mos u lani menjëherë pasi keni ngrënë, pasi qarkullimi i gjakut do të krijojë probleme, të cilat mund t'ju kushtojnë edhe jetën tuaj në mënyrë të menjëhershme.